Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Sot, marrëdhëniet tuaja romantike mund të përjetojnë një ngrohtësi të veçantë, duke ju afruar më shumë me partnerin. Në vendin e punës, do të duhet të tregoheni të kujdesshëm me detajet dhe të shmangni konfliktet me kolegët. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje, sidomos në aspektin e stresit mendor, ndaj mos neglizhoni pushimin. Financat mbeten stabil, por shmangni shpenzimet impulsive për të ruajtur balancën. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Dita e sotme mund të sjellë surpriza të këndshme në dashuri, veçanërisht nëse jeni të hapur për biseda të sinqerta. Në punë, përpiquni të mos merrni përgjegjësi të tepërta që mund të ndikojnë në performancën tuaj. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke bërë aktivitete fizike dhe duke ushqyer veten me ushqime të shëndetshme. Në aspektin financiar, është një kohë e mirë për të planifikuar investime afatgjata. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Sot është një ditë e mirë për të forcuar lidhjet tuaja romantike përmes komunikimit të hapur dhe të ndershëm. Në punë mund të përballeni me sfida që kërkojnë zgjidhje kreative, ndaj mos hezitoni të ndani idetë tuaja. Shëndeti është i mirë, por mos të teproni me lodhjen sepse mund të ndjeni një farë lodhjeje në mbrëmje. Financat kërkojnë kujdes, kështu që përpiquni të mos shpenzoni për gjëra të panevojshme. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Marrëdhënia me partnerin mund të kërkojë më shumë mirëkuptim dhe durim sot, ndaj dëgjoni me kujdes ndjenjat e tyre. Në punë, mund të merrni një lajm të mirë që do të përmirësojë motivimin tuaj. Shëndeti juaj është i qëndrueshëm, por do të ishte mirë të bëni një shëtitje ose të merrni pak ajër të pastër. Financat janë të mira, por mos lejoni optimizmin t'ju çojë në shpenzime të tepërta. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Sot, ndjenjat tuaja romantike janë të forta, por mund të ndiheni të pavendosur për të shprehur atë që mendoni. Në aspektin profesional, është një ditë e favorshme për të bashkëpunuar me të tjerët dhe për të ndërtuar ura të reja. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke shmangur ushqimet e rënda dhe duke qëndruar të hidratuar. Në financa, mund të merrni një ofertë të mirë, por analizoni mirë para se të merrni vendime. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në dashuri, sot mund të ndiheni më të lidhur shpirtërisht me partnerin, duke përjetuar momente të thella bashkë. Në punë, është një ditë e favorshme për të përfunduar projekte të vjetra dhe për të marrë vlerësime nga të tjerët. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes ndaj stresit, ndaj bëni pak pushim kur është e nevojshme. Financat janë të stabilizuara, por është mirë të bëni një planifikim për të ardhmen. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Sot mund të ndjeni një energji të re në marrëdhëniet tuaja, duke ju ndihmuar të zgjidhni mosmarrëveshje të vjetra. Në vendin e punës, përqendrohuni në detyrat prioritare dhe mos lejoni shpërqendrimet të ndikojnë në performancën tuaj. Shëndeti është në gjendje të mirë, por kujdesuni ndaj lodhjes mendore. Financat kërkojnë vëmendje, sidomos nëse keni shpenzime të papritura gjatë ditës. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Komunikimi me partnerin është çelësi sot, ndaj mos i mbani ndjenjat për vete. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do t'ju jap mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Shëndeti mund të përmirësohet nëse i kushtoni vëmendje orarit të gjumit dhe aktivitetit fizik. Në aspektin financiar, shmangni huat ose transaksionet e mëdha për momentin. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Sot, marrëdhëniet tuaja dashurore kërkojnë më shumë sinqeritet dhe hapje, sidomos nëse ka pasur keqkuptime të fundit. Në punë, jeni të gatshëm të merrni këshilla nga kolegët me përvojë për të arritur rezultate më të mira. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të ushtroni për të larguar tensionin e akumuluar.
Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të mos bëni shpenzime të mëdha pa një plan të qartë. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Dita e sotme mund të sjellë një romancë të re ose përforcim të lidhjes ekzistuese, nëse jeni të hapur për ndryshime. Në aspektin profesional mund të merrni një shans të dytë për një projekt që kishit lënë pas dore. Shëndeti kërkon që të mos e neglizhoni ushqimin e shëndetshëm dhe aktivitetin fizik. Financat janë të mira, por është e këshillueshme të shmangni blerjet impulsive. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Marrëdhëniet tuaja sot janë të mbushura me harmoni dhe mirëkuptim, duke ju ndihmuar të kapërceni çdo tension të vogël. Në punë është koha ideale për të ndarë idetë tuaja dhe për të nisur projekte të reja. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdesuni ndaj mbingarkesës fizike gjithashtu. Financat paraqiten të balancuara, por mos harroni të kurseni për të ardhmen. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot mund të ndjeni një nevojë për më shumë intimitet dhe afërsi në marrëdhëniet tuaja, ndaj tregoni të hapur me partnerin. Në punë, përballeni me sfida që kërkojnë durim dhe këmbëngulje, por suksesi është i mundur me përkushtim. Shëndeti është në gjendje të mirë, por mos e neglizhoni pushimin e mjaftueshëm. Financat janë të qëndrueshme, por është e këshillueshme të shmangni riskun e tepruar në investime. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.